Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ke përqendrimi dhe vazhdimësia e fesë, pa fjalë dyshimit, që përveç adhurimeve të mirë fillta, të drejt për drejta me Zotin, hyn edhe shërbimin dhe fesë. E dini të gjithë halin tonë, sprovën në cilën e ka sprovu Allahu në qytet, që doli jashtë përdorimit xhamia jonë vjetër. Juftoj vazhdimisht brenda mundësive posa po që secili me u bashku në kontributet e veta për të arritur klubin xhami dhe mos shumë të dëshiroj për jush thirrjen me mjetet moderne të ndërlidhjes, rrjetet publike, të hapin thirrjen tonë sa më shumë, sa më gjerë, ke musliman dhe vëllezërit tonë, sikur se thot profeti alayhi salatu wassalam, thirrësi për tek e mira është si vepruesi i saj, pa ju paksu shpërblimi paskujt. Kemi më serioz në fenë tonë, mund të haqem shumë morë me internet duke lujt, duke qesh, ndërkohë që gjendja jonë është për qatë. Allah e është përbeth të gjitha tyne, edhe i herë për përsërinis arsyën time se ka musliman që ne keq kuptojnë. Pse nuk përgasim dyrë të shoqatave arabo, apo turke, apo tjera. Ai sa jam abuzuesi i pa menduse në ai epitet tjetër. Po ja them arsyë, që ti dini edhe ju. Arsyeja e parë është që jemi ne këtu të parat që kemi detyrë për të ndërtuar xhamin tonë. Dhe duhet ta vlerësojmë prej Allahut si rast për të marrë shumë sevap. Shumë shpërblim. Llogari e përhershme sadaka rrjedhësi klima e Zot. Kjo është rast, nuk vjen gjithmonë. E dyta, nga një niveli ullët një persone si një populli, është, kur përton përpiqet vetë, haron që atë detyra të kanë të mëve Zot, dhe i duket që detyrën e vetë ka për ta bërë tjetëri. Ato që kemi një detyrë për t'i bërë, kemi gjithë ne, si mas mundësime në diskutohet. Tjetër, si shka thonë brezi ma i mirë, si shko vede nga brezi ma i mirë. Një burr, me modelin e tij të përsosur, mund bëhet shkak që të kthejë rrugë Zotit 1000 burra, pa 1000 njerëz. Vetëm me vepra pa fol fare. Kurse 1000 njerëz, vetëm me fjalë, pa shembullin e tyre të mirë, nuk mund të kthejnë rrugë Zotit një person vetëm. E kam fjalën këtu. Kur kjo xhami do bëhet, do bëjë Allahu, se nuk e rujnë ne këtë fe. Ne jemi fakira, ne jemi migrantë që kemi nevojë për ndihmën e Zotit, për shpërblimin dhe faljen e Tij. Allahu shef sa përpiqemi sa na dek xhani për fen tonë. Kur kjo xhami që inshallah bëhet nga muslimanët e këtij vendi, rreth e qartë të këtij vendi, thjesht shembulli që vepra konkrete që do përmenden brez pas brezi, që këtë xhami e kanë bërë muslimanët e këtij vendi, vlen shumë më tepër se sa 10 apo 100 ligjërata fetare që mund marrë me hoxhallarë. Shembulli mirë në fjalë. Shqiptarët e mësuar që deri në këtë kohë përgjithësi ta bojë arabi, ta bojë turku, ta bojë tjetëri. Ka hikë sedra e shqiptarëve. Ka hikë sedra e shqiptarëve që ka qenë dikur. Unë vetëm i rast i ka lartë kodës, mund të ketë inshallah në vende të tjera. Kur mas 90-s, që Shqipëria është shumë e varfër se sot. I shkoi një shoqat arabe për të ndërtuar xhamin e fshatit, i thanë, e ashtur primov vini ju mira kilometra këtu.
Në ndërtoni në xhamin, kjo është turp për ne. Këto fjalë normal që nuk i drejtohen 100% juve, ndërkohë që shumica këtyre janë e jurin, më dhanë atyre që janë në namaz, janë përkushtuar, janë fuqare. Por amo, është rregull që ne nuk punojmë fort për këtë, ose punojmë shumë pak. Se janë po kushërit tanë, po vëllezërit tonë, po bashkëqytetarët tonë, që hullin mira pare në përdasma, me fishek zjarre, ose në bigjoz, ose tjetër, tregojnë që punën e dobe që i bëjmë ne për Islamin përgjithësisht, po flas për xhamin. Bashkëshërbimin për hir Zotit dhe fesë. Edhe i gjë tjetër, mos i duket çuditëj, unë personalisht, nuk du t'ja shtrit dorën shoqatave të politizume, edhe pse dalin edhe na vitu me emër të Islamit. Arabe qofshin turke nuk du me ditë fare. Shoqata që punë dhe rrymash këtu që përçanë muslimon dhe i përdorin muslimon politikisht, nuk më hyn punë fare. Këto janë parashikuar nga profeti alayhis salam si shenjat e kiametit që do përdoret feja për dynjë. Kjo është do përdoret feja për dynjë. Në emër fesë traktohet paraja, traktohet politika. Po edhe kjo është arsye, Zot pa të gabim, Zotin nëjë. Unë jam i bindur me këtë. Që është shumë më mirë një popull të bëjë veç xhamin e vet. Dhe shoqatat politizume që faktikisht përçan muslimon, ku don botën islame, aty ku mujta, një interes perëndimit gjaksor, përhapën rryma që e kanë më për kollaj me vrarë muslimon se sa me vrarë sionistët edhe qifutët edhe me luftu për Palestinën, unë nuk, sa t'jem gjallë, nuk tërkas këtë kollaj shoqatash. Shoqata dhe persona që habitën pse nuk i kërkojnë një vllai dash, numër llogarisë ke pse duhet bëj bujna për televizion unë, kur bëhet fjalë për fenë e Zotit. Po, ka edhe kështu ofertash. A ka thonë profeti ynë i dashur sallallahu alaihi wasallam, si shpjegimi sinqeritetin me Zotin kur ta japi sadakan e djatha mos ta shohë majta, se du të bëj reklamën. Reklam që çon ujë ke X rrymë apo Y rrymë. Që hiqësit ashpër për Islamin dhe shitën ke armiqtë e Islamit. Pa ta gabim Zotin fat. Po se jam i sigurt që s'jam gabim. Se gjaku i derdhur i muslimanëve sot është fakt. Dhe pohimi të shiturve ke armiqtë e Islamit është dëshmi e po pseudo-hejsve islamik ose musliman. Kush dhe ka numrin e llogarisë, të hulli. Ashtu si thot profeti alayhis salam, ta hulli gjatë, ta japi gjatë, edhe mos ta shohë majta. Po e lusë Allahu një. O Zot, na mjafton me halalin tonë nga harami jotë. Ja Rabbel Alamin. Allahumma, kfina bi fadlike al-azim. Amen siwak. O Zot, na mjafton me bujarin, me mirësinë tënde madhështore të pasosur, dhe mos i mbartemi askujt për krijesat e tuaja. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.